Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Azgan Haklaj është kandidat i koalicionit Euro-Atlantik në qarkun e Tiranës, dikur deputet dhe i Partisë Demokratike, po më pas kundërshtar i zotit Berisha për shumë çështje që ndalin me të. Ai tashmë ka zgjedhur të jetë bashkëpunëtori i zotit Lulzim Bashaj, që është lideri i kësaj force politike dhe këtij koalicioni, dhe garon tashmë për 11 maj në qarkun e Tiranës. Unë do zhvilloj një bisedë me zotin Haklaj, si po përgatitet fshata, si po punohet fshat, si kanë pritur zgjedhësit, por edhe për çështje tjera të situatës politike, por edhe të historisë të tij personale. Zoti Haklaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, mirësi u gjeta. Vjen mirë që pas shumë vitesh. Po, shumë vitesh, po kemi patur një bashkëpunim të frytshëm bashkë, për sa i përket fushës artistike, çështjes kombëtare. Ka qenë profesionale e gjitha dhe ju keni një aktivitet, se pak e din që ju keni një aktivitet politik, por më shumë keni një aktivitet kulturor dhe identiteti juaj personal në fushën e artit dhe kulturës, unë them që është më kontribues se sa ai në politik. Po sigurisht, ju keni edhe flet palos, aty unë me profesion jam artist, ekonomist, jurist, jam autor i 13 librave, kam të 14 të... Kjo është flet palosja që zoti Azgan Haklaj e ka përgatitur dhe është shpërndan për zgjedhjet e 11 majit. Kush është Azgan Haklaj? Është 4, nëse ka mundësi, ju lutem regjia, fletën e votimit të KQZ-s për është 4, Partia Koalicioni Euro-Atlantik. Ju jeni pa numër, po 12 ai bie. Do thoni 12 Azgan çik vështirë është kjo, zoti Haklaj, si do gjej njerëzit aty që është shumë ngatërruar. Po gjithë kjo flet, sigurisht që është. Po shumë, po jo dhe aty tani, Azgan Haklaj, si do i gjej? Zgjedhësi që është interesuar për të gjetur Azgan Haklaj. Okej, si ju kam pritur në këtë fushë? Shumë mirë. Bota është e guximtarëve. Unë guxova të kërkoj votën e qytetarëve të Tiranës. Jam një deputet i provuar në vitin 2001-2005. Kam qenë zëri i fuqishëm i malësorëve, të Malësisë Gjakovës, e të Qarkut Kukësit. Kam qenë zë i fuqishëm i të përnjekë politik. Kam qenë zë i fuqishëm i atë dheut. Dhe pas vitit 2005, vazhdova misionin tim artistik kombëtar. Kam bërë Sofrën Dardanën në Tropoj, 23 edicione, kam bërë festivalin Kenga dhe Vallja Shqip e Çamën në Bashkon në Sarandë, kam kontribut të jashtëzakonshëm në organizimin e festivalit Mirë se vini në Alpe në Plauguci, me shoqatën e Alpet Shqiptare, kam një kontribut të jashtëzakonshëm disa vite në festivalin Këngë Jonë Strug, e shkëndezur mbi Shkelcen në Dëçan, Flaka Janarit në Gjilan dhe Flakadani Karadakut në Viti. Kam patur një aktivitet të jashtëzakonshëm në luginën e Preshevës, derisa pati një notë proteste të Rusisë ndaj meje, bëhet fjalë për 10 vjetorin e luftës së UÇP me Bez dhe 10 vjetorin e rënë së Ridvan Qazimit, komandant Leshit. Dhe reagoi Rusia? Rusia kam dërguar aty ke një notë proteste. Se isha në intervistë. Okej, do të pyes se Rusia bën një notë proteste ndaj meje për shkakun se unë thash në Presheva dhe Çamria janë 2 degë të thyra, po jo të thara të lisit kombëtar shqiptar. Pra, unë me Unionin Artistik... Prit, thuaj edhe një herë. Presheva dhe Çamria janë 2 degë të thyra, po jo të thara të lisit kombëtar shqiptar. Shumë e bukur, shumë e bukur. E ka thënë atje? E kam thënë mund në Preshevë. Sigurisht që këtë ditë unë sugjerasën të shpreh mirënjohjen time me të thellë ushtrisë çlimtare të Kosovës, që më kanë dhëruar me një. Se nuk e dinë ose e kanë harruar. UÇPMB është ushtria çlimtare e luginës së Preshevës. Po, këto ditë kanë marrë një vendim dhe ushtria çlimtare e Preshevës. Por para 2 javësh u nderova nga ushtria çlimtare e Kosovës për kontributin e dhënë. Do t'i marrim me radhë ato, por në këtë moment ushtria çlimtare e kombëtare e Maqedonisë me dha titullin Heroi i Heshtur. Ore, këtu nuk e vën, nuk e vën diskutimi që në luftë ti je hero, po te kjo lufta tani këtu në Po pra, tani këtu jemi. Okej. Rithemelimi dhe rilindja nuk e kanë fare në projekt çështjen kombëtare. Por pozojnë duke puthur me belerët. Okej, do të kërkoj ndjesë për ndërprerje, dua të falenderoj sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, institucionin monetar Manigram Akinvest me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Ndërkohë, institucioni monetar Manigram Akinvest ka një njoftim shumë të rëndësishëm, të cilën unë do lexoj, nga data 14 prill deri në 14 korrik do zhvilloj lojën promocionale ti që transferon me Manigram, eja dhe fito.
Për të bërë pjesë e lojës, ju duhet të kryeni një dërgesë ose tërheqje me manigram brenda datave 14 prill dhe deri në 14 korrik. Pra, nga 14 prilli deri në 14 korrik. Me 20 korrik hidhet sorteu ku do të shpallën fituesit. Më 20 korrik do hidhet sorteu ku do të shpallën fituesit. 6 fitues fitojnë 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta. Pra, 6 fitues fitojnë 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta. 7 fitues fitojnë 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra 7 fitues fitojnë 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra ky ishte njoftimi i Manigram. Luani ju që transferoni Manigram për të fituar këto shuma që unë përmendam lart. Faleminderit edhe një herë institucionit monetar Manigram Invest si sponsor gjeneral i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Tani vazhdojmë bisedën aty ku e lam. E para, më le të bëj pyetje, lutem. E para, si u kanë pritur elektorati? Ju jeni kandidat i qarku në Tiranë. Jashtëzakonisht mirë. Ku keni qenë? Ku e keni sonduar vetë? Në veten? gjithë hapësirën në Tiranës. Kam pasur takime me qytetarët e Tiranës, me telefon, me kafe, me takime, me shpërndarje flet palosjesh. Ku e keni atë qendrën më që e quan më ndihesh më mirë aty? S'kam qendrën unë. Kam zemrën e qytetarëve të Tiranës dhe zemrën e shqiptarëve. Zyra ime elektorale është zemrën e nacionalizmit shqiptar. S'ke zyrë? Ja, s'kam zyrë fare, sepse s'kam komoditet të kem zyrë. Unë nuk kam, slogani im është me besoni që shërbej, nuk kam vula as Ky slogani ju e personal? Po, me besoni. Po partia? Me besoni që shërbej. Partia ka, Shqipëria meriton më shumë. Dhe unë në pjesë e koalicionit Euroatlantik, slogani im personal me besoni që shërbej, unë nuk kam as kulla, as vula, s'kam as pasuri. Pasuria ime është dashuria për Dheun, besimin Zot, familja. Tani miri që të kishe në një gjë? Dhe kulla ime është fjala ime, e mbajtur. E kam dëshmuar që e mbaj fjallën. Unë duhet të kthehem dhe herë në vitin 2001-2005, kam dalë deputet nga Burgu. Ja, do të pyes për atë, po prit, qëndroj këtu njëre. Përse ju zgjodhët e para njerë koalicionin Euroatlantik? Sa parti ka, se kam kuptuar këtë? Sa parti ka? Koalicioni Euroatlantik është në koalicion me qytetarin. Me kë? Me qytetarin e Shqipërisë. Por me kë parti? Me qytetarin e Shqipërisë dhe me ndërkombëtarët, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me asnjë. Bashkimin Evropian. Luzim Basha si bën këto gjëra i Luzim Basha. Dhe mbretërinë Sa i mafja është ai. Bashkuar. Sigurisht. Kjo të vë kanë siklet ty. Ta shpjegoj pra, ja, s'më siklet fare. Po duhet të ishin ca parti aty. Ta shpjegoj. Ma bëre pyetjen? Me 20 mars të vitit kaluar, unë kam realizuar me kërkesat të zotit Basha harkun opozitar. Euroatlantik. E keni ndjekur në përmet media, kanë qenë 25 parti politike, të cilat në u bashkangjitën në platformën tonë politike, mbështetet programin tonë ekonomik, doktrinën tonë politike, dhe kryefjali doktrinës tonë është mbështetja e SPAK-ut. Kryefjali doktrinës tonë politike është vitingu i politikanëve. Pastaj me kalimin e kohës, disa parti bën llogari personale dhe shkuan te zoti Berisha që i mashtroi. E bërin një marrëveshje gentlemanësh. Disa nga ato parti prap janë kthyer dhe po mbështetin në zona të ndryshme kandidaturat tona. Pse në Tiranë? Ju, personalisht, pse në Tiranë, në qarkun e Tiranës? Sepse degët e Partisë Demokratike të Tiranës kërkuan që Azgan Haklaj të jetë kandidat. Ai ishte kërkesë e tyre. Po, jam antar i kryesisë Partisë Demokratike Euroatlantik i ngarkuar për qarkun e Kukësit. Sigurisht që kemi kandidatët më të mirë në qarkun e Kukësit, pavarësisht sa unë kam. Jo, nuk do ishte më mirë për ty të ishin në qarkun e Kukësit kandidat? Po jetoj në Tiranë. Një nga akuzat që u bëj politikanëve është do kandidosh aty ku jeton, jo të transferohet. Tani, të lutem më shpjego pak si është lista e mbyllur atje kur ju thoni jemi të gjithë në lista apo? Po lista e mbyllur është ndjekur në mënyrë ligjore. Njerëzit janë tërhequr ata listës. Është zhmbyllur kjo? Është zhmbyllur dhe jeni vetëm ju. Dhe kush e merr një vot më shumë se shoqi, del deputet. Çfarë synoni ju? Ne synojmë të kemi një rezultat surprizë. Unë synoj, po unë jam i bindur që marr mandatin. Kurse tani më shpjego pak këtë, si do e marrësh mandatin, sepse zoti Haklaj, me gjithë vlerësimin dhe respektin që un kam për ju, këte janë 37 edhe 12 atje nami bën. Partia Socialiste 5, edhe këta po ashtu. Tani partitë e tjera të vogla thonë do marrin, tani 37 deputet ka Tirana. Unë zotëri jam provuar 2001-2005. Pastaj 2005. Komplet ishe sistem. Pastaj 2005. Ai ishte sistemi i mirë. 2005 kam qenë i ngrirë nga zoti Berisha që thatë që pse dolet kundra. Ja, s'kam thënë akoma, do ta them. Kombëtar edhe i pavlerësuar disa vite. I ngrirë, tani jam shkrirë.
Je shkrirë tani. Pa jam shkrirë. Tani kur ngrihe, do të ka si Luli, se edhe Luli ngrihesh e shkrihesh. Si ka? Jam i shkrirë, po jam gjallë. Dhe gjallë shkrirë, gjallë ti rrofsh, ti shekullosh më, qa thua këtë jam gjallë? Dëshiroj të perifrazoj mikun tim, Agim Ramadani, herojin e Kosharës, që shemi kufirin Shqipëri-Kosovë, si e parashikoj vdekjen e tij. E parashikoj vetë? E parashikoj vetë. Ka shumë poezitë bukura, ka qenë antar i Akademisë Arteve Evropiane, dhe thot, unë hije nuk kam, se tani jam hi. Pyesni ku ka shkuar, ku ka mbetur, në tokë jam shkrirë, jam bërë bashkë me ty. Jo, nuk jam tretur. Apo, më shteshin sytë nëse pushoj, lirin tënde të indruar, mallkuar qoftë qaku im nëse mbrasin pa luftuar. Unë, zotëri, kam luftuar për demokraci me të gjitha mjetet demokratike. Dhe deputet kam dalë nga burgu politik i Ilir Metës. Pra njëra nga brinjët e Trekançit të Bermudës, ortaku i Sali Berishës, ka urdhëruar... Pse futu Ilir Metës? Keni thënë shpe, pse më të lutem, më shpjego këtë? Ka urdhëruar prokurorinë politike... Si e vërteton këtë? Po e vërtetojmë. Ja, po të vërtetoj, se gjykata në fund e vendosi. Pushim, çështjes penale për mungesë provash. Po jo, Ilir Meta ç'lidhje ka këtu? Ilir Meta urdhëroi prokurorinë politike sot. Jo, do ta vërtetosh. Ta vërtetoj pra. Ilir Meta me 26 shtator të vitit 2000 erdhi në Tropojë. Po. Dhe ju drejtuat tropojanëve, ka marrë... Nëntor apo të shtator? Shtator. Po, ajo ngjarja 28 nëntorit? 28 nëntorit është pas shtatorit që më fajsoj mua Ilir Meta. Po, në fakt, ju ishit të angazhuar me ato që sulmuan komisariatin dhe gjykatat? Unë isha kryetar i Partisë Demokratike të Tropojës. Po? Dhe dëshmitarët janë aty, gjithçka kam bërë gjithçka të mundur që të mos ketë përplasje, dhe Ilir Meta dha urdhër, zotëri. E ka akuzuar zoti Berisha me zë dhe me figurë, audio dhe video. Thot terroristi Ilir Meta dha urdhër të qellohet mbi demonstruesit paqësorë gjimnazistë në Tropojë. Pra u vra demokrati Sylusha. Berisha thot, ka thënë dhe gjëra tjera, ka thënë dhe që Azerbajdani e vrau Fatostani dhe s'doli ashtu. Po demokrati Sylusha jo vrarë, zotëri, dhe u plagosen 10 gjimnazistë. U sulmua komisariati, zotëri Akli? Po, u sulmua komisariati. Por unë shkova në burg, zotëri. Jo. Dhe u akuzova për organizator. Ndalojmë pak tu, tani, kur sulmohet një institucion shtetëror, policia dhe prokuroria... Do t'i gjerë dokumentat. Gjykata thot, arrestimi është i paligjshëm. Jo, e ndaj këtë. Për gjithë ata që na ndjekin, që ta sqaroj. U sulmua komisariati, prokuroria dhe gjykatat. Me armë. Po. Tani, turma, njerëzit nga turma dulën të armatorë sot dhe sulmuan. Jo me urdhët të Asgan Haglit. Po jo, tu e ndajmë pra, këtë më thëmë. Ju nuk keni lidhje me sulmin. Këtë e nuk e thëmë. Dhe unë bëra përpjekje për ta shmangur sulmin. Pse pasaj të arrestuar? Se u akuzova unë, si kryetari i Partisë Demokratike të Tropojës, u akuzova publikisht nga zoti Ilir Meta, dhe u arrestova në mënyrën me barbare, as Gestapoja Hitlerit, në orën 2 mesnatës, pa urdhër të arrestit, zotëri. Pra në shkele flagrante të konstitutit e të kodit procedurës penale, e merë në shtëpi, dhe zbathur dhe zveshur nga Tropoja në Tiranë, i shtrirë në dyshemene e mikropuzit të policisë, me qindra makina dhe autoblindat policie, duke më qëllur me qytë automatike, duke më djekur me cigarë dhe duke më shkullur, thonë, zotëri. Dhe për arrestimin tim ka protestuar të gjitha organizatat prestigjioze të drejtave të njerëzit, deri te Amnesty International, OSBE, ODHIR, Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe në polici... Jo, po pse lidhi vetëm me Ilir Metën, se kjo është shumë e rëndë. Ilir Meta është kryeministri, po zotëri. Po jo, po merri deklaratat e kryeministit. Merri deklaratat. Kriminali janë Asgan Hagli, thot. Merri deklaratat e 26 shtatorit. Sali Berisha me kriminalet e tij të Tropojës. Unë e shpëtova Ilir Metën. Më kërkoi Sali Berisha me 26 shtator. Situata i doli jashtë kontrollit. Ai erdhi të provokon të popullin e Tropojës dhe tha pastaj ka marrë të bisedoj si burri me burrin, si Rizaçi Roma me Baramçurin. Dhe unë nxora Ilir Metën nga Tropoja. Aty e tha ai takimi që të takimi sigurisht pra, ai provokoi popullin e Tropojës. Thuaj edhe një herë këtë lutem këtë me Baramçurin. Ka marrë të flas si burri me burrin, si Rizaçi Roma me Baramçurin. Ngriti edhe dy gishtat lart. Në detyrën e kryeministit. Në detyrën e kryeministit, sigurisht. Edhe Berisha ka ardhur në 97 në Tropojë. Dhe ka me të mingurore. Ja, prit, mos kaloj të Berisha. Do t'i them të gjitha. Jo, po. Tani, a di kush është sforcimi këtu, Asgan, unë të respektoj shumë, po. Mos më kërcëno me fjalën kohë,
E do t'i shpjegojmë gjitha. Jo, nuk më shkon mua kërcënimi as me kohë, po. S'më bëre vesh. 25 minuta i kemi. Thash në mënyrë figurale. Mos më kërcënoj. Unë do t'jap se shqiptarët kanë nevojë të dinë çfarë ka ndodhur vërtet zotëri. Jo, unë do Aristoteli, filozofi i lashtë, Aristotel thotë, do ta them të vërtetën troç. Edhe sikur gjithë tjetër në saj. Sepse sapo ajo të prevaloj, ata që kanë kundërshtuar më shumë forcë do përpiqen ta marrin. Tani, na regjia më bëjnë një kështu që mund ta heqësh kapelen sepse e mbulon fytyrën dhe pjesën e syve dhe do dukesh mund ta dalësh aty. Patjetër. Sepse jo atë mund ta drejtosh logon këtej. Patjetër, ja shumë mirë, po. Sepse të mbulonte sytë edhe nuk dilte mirë. Po, shumë mirë. Faleminderit. Zoti Haklaj, edhe një herë mbetemi te pjesa e ngjarjes së rënd që ju keni kaluar. Pastaj ju arrestuat. Po sigurisht. Dhe ishit te 313-a. Po e tha. Sa keni ndetur në qeli? Rreth 7 muaj. Jam arrestuar me 21 për në mesnatën e 21 janarit. Do të mbas ngjarje mbas. Po pse kaloi nga 28 nëntori ka kaluar 2 muaj? Po 28 nëntori ishte ngjarja. Ishte pas 26 shtatorit. Po iku 26 shtatorit, domethënë ngjarja që u sulmua komisariati. Ishte ngjarja dhe pastaj me 21 janar, pra në mesnatën e 21 janarit, më kanë arrestuar. Po pse mbas 2 muaj? Në mënyrën më brutale. Jo, okay, shpjegoj, pse mbas 2 muaj? Ç'a shpjegimi u kanë dhënë? Shpjegimi ishte pra, çfarë po të shpjegova. Unë arrestova në mënyrë të paligjshme. Gjykatja thot në vendimin e saj arrestimi i Azgan Haklajt. Sa qëndruan në qeli? 7 muaj. Te 313 gjithë. Arrestimi i Azgan Haklajt është i paligjshëm. Megjithatë, kush ishte gjyqtare? Gjykata nuk kam më Mimoza, nuk më kujtohet. Dhe thot vendimi i gjykatës është për ta lënë në burg. Pra, arrestimi është paligjshëm, por vendimi është për ta lënë në burg. Për hetime. Dhe qeli mua më kanë vizituar, zotëri, përfaqësues thash te OSBE Odirit, Departamentit Amerikan të Shtetit, kryqëzit kush ndërkombëtar. Kam një pyetje të drejtë për drejtë. A kishit nxitje ju nga zoti Berisha për të krijuar trazira në Tropoj? Asnjëherë. Po pse pati trazira në Tropoj? Asnjëherë. Pse pati? Sepse u provokua Tropoja. Nga kush? Po nga Ilir Meta. Ilir Meta bëri deklarat të gjendën vrasësit e Azemajdarit, e vrasësve të Azemajdarit. Pra Ilir Meta, dashe pa dashe, tregoi se din. Te nuk i tregoi. Atë se tha ty, e tha në miting? E tha disa herë për para mitingut. Po pra, për para mitingut. Po, para mitingut e ka thënë disa herë për konferencë për shtyp. Kush ishte ajo që u acaruan? Tani të ngrihesh kundër shtetit. Po, nuk është normale. Acarimi, shiko. Kanuni Lek Dugaxhinit ka preambull saj, shtëpia e shqiptarit është Zotit dhe e Mekut. Ilir Meta erdhi me 400 trupa, zotëri. Vendosi snajperët mbi terracat e tropeanëve. Ky ishte provokimi? Absolutisht. Po ekspeditat në shkimore, nga 26 shtatori e pas. Tropoja ka qenë disa muaj rrethuar, zotëri, me trupa ushtarake dhe policore të Zotit Ilir Meta. Ka qenë shtetë tropeja të tinë që nuk kanë kaluar shumë vite. Ata kishin një shpresë, dhe bën me votë. Zgjodhen deputetin e tyre Azgan Haklaj nga burgu, zotëri. Tani më shpjegoj çik këtë historinë e zgjedhjes suaj. Me besuan se i bie që dhe zoti Meta, nëse fiton mandatin, precedenti jeni ju. E di këtë? E di unë shumë mirë, po kemi një ndryshim. Zoti Meta është për hajni. Si? Është për hajni, hajdut. Është për vjedhje. Për korrupsion. Për korrupsion ka përdorur pushtetin, me uzurpuar shtetin dhe me pasur vetën dhe gjykata, zoti? Po, shiko, akuzat i ka të rënda, zoti Meta. Po mirë, pa e di gjykatat? Po, në mirë, kemi korrekt. Sigurisht e di. Sa është lloj si të thoshim ne që ju ishita fajtor e gjykata ishte malli pa fajsh. Unë dola nga burgu. Po? Dola nga burgu? Sepse nuk më malet dot në burg. Dhe ju morët mandatin për t'ia shpjeguar gjërat në zgjedhjet e vitit? Vitet 2001, pra. 2001-2005. Në mos gaboj në qershor? Në qershor të vitit 2005 kam deputet. Por nuk kam qenë thjesht se dola deputet në këtë rast. 2001? 2001-2005, pra. E pra, në qershor të vitit 2001? 2001, pra. 2001-2005 kam qenë. Dhe ju fituat mandatin duke qenë kandidat në burg. Jo, ishit në Tropoj, në Kukës? Në Tropoj, pra. Në Kukës. Po ishte me votim drejt për drejt. Por unë isha kryetari i Partisë Demokratike të Tropojës. Po? Isha nën kryetari i Këshillit të Qarkut Kukës
dhe isha kryetar i Këshillit Bashkiak të Tropojës. Ishte dhe kryetar i Këshillit Bashkiak. Dhe kam qenë, pra, nuk e kam nisë librezin unë deputet. Kam qenë ekonomist në Po si ishte argumentimi zyrën e juridik? punës së Tropojës, kam qenë përgjegjës kreditin e Bankën Kombëtare Tregtare, kam qenë përgjegjës i administratës bashkisë, kam ushtruar detyrën nën kryetarit të bashkisë, pastaj kam themeluar Partinë Demokratike me një grup intelektualesh të shkatruar 97-ën. Dhe kam lirë gjërën e deputetit Okej, si ishte argumentimi juridik që ju liroheshit se fituat mandatin? Mund më shpjegosh të? Se s'maj, çdo shtetës që ka moshën 18 vjeç, ka të drejtë të zgjedhet. Sipas Kartës Universale të drejtave të njeriut. Ndalohet nga e drejta e zgjedhjes. Një person që është i dënuar me vendim të formës prerë, ose një person që me një vendim kolegjal të një grupi mjekësh është i smur mendrisht. Tani, ju nuk ishe një vendim të formës prerë. S'kisha një vendim formës prerë dhe s'kisha as një vendim as shkallës parë. Pra nuk ishte bërgjigje. Ka patur një debat një muaj në për studion televiziv, ka patur një debat midis juristëve, konstitucionalistëve ndryshëm, ai takon si takon dhe Dhe kush e mori vendimin për lirimin tuaj? Mori vendimin gjykata. Jo, kush? Cili gjykat? Gjykata e lartë. Gjykata e lartë ishte precedent. Mori 2 vendime. Me lirojnë nga burgu. Po, kjo më kujtohet. Dhe mori vendimin tjetër. Unë shkova në gjyq prap. Gjykata thot i pafajshëm. Ta shpjegoj pra. Gjykata thot, në qoftë se prokuroria, sepse s'ka prova bindëse, në qoftë se prokuroria ka prova bindëse, ti drejtohet parlamentit për heqjen e imunitetit dhe të vazhdojë hetimi. Unë shkova në gjykatën e lartë. Gjykata e lartë pushoi çështjen penale për mungesë provash. Është barës me pafajësi. Dhe ata s'kishin asnjë provë. Ndonë se kaluan 4 vite, ndonë se kanë kaluar 20 sa vite dhe prokuroria nuk solli asnjë provë. Me mbajtjen në burg dhe me arrestuar në mënyrën më të dhunshme zotëri. A i kupton ti që në raportet e bashkimit... Ke marrë dëmshmërim? Nuk jam marrë fare me atë punë. Jo, një sekond. Po ti takonesh, do të bësh një gjyq tjetër. Po ta bësh, ta bëjnë avokatët, po pra, do ta bësh një gjyq tjetër. Shtatë muaj në burg do të marrësh dëmshmërim zoti Jakli? Sigurisht, pra, kam patur probleme me të mëdha se sa, e marr me çështje më të mëdha se sa me shpërblime. Jo, ajo është një drejta jote, që takon ajo, atë mund ta falësh ti. Sigurisht, tani. Në çfarë je marr fare me atë? Fare se marr. Sa fare. Më vjen keq ta them, po je shumë gabim këtu. Tani zotëri. Ti shpjegoj se kemi ngjarje me probleme dhe ngjarje. Jo, më bëri shumë shqipë kjo dëmshmërimi, se shteti i ka marrë dëmshmërim njerëz që s'ka vajtur në punë dhe e dim. Shteti ka marrë këtë pasurinë kombëtare. Tani vim te pjesa politike. Çfarë ndodhi? Mundi se ka vjedh këtë pasurinë. E flet në emër të vetë. Çfarë ndodhi me Azgan Naklën? Se nëse ne kishim perceptimin e gazetarit që ka një bashkëpunim zoti Berisha, e thoshim me Azgan Naklën, ku prishit ju? Çfarë ndodhi? Prishet pyetën zotin Berisha. Zoti Berisha në vitin 1990. Berisha si bëj 100 pyetje zgjedh. 1997 erdhi dhe meti në Tropoj. Si mbeti? Në Firs. Mbeti pa hyrë në qytetin e Baramzotit. Po, për shkak se situata ishte e agravour. Dhe unë kam shkuar për ta marrë zotin Berisha. 17 kilometra. Dhe e kam futur në qytetin e Baramzotit, dhe është kthyer përsëri. Ndonë që situata ka qenë nder, ka qenë me vrasje. Dhe Berisha e harron atë, thot isha i vendosur të shkoja në Tropoj. Po thuje se kusht mori për të çuar në Tropoj. Tropajanët janë aty, unë jam këtu, Berisha është aty. Dhe unë asnjëherë s'jam larguar nga Partia Demokratike. Jo. 2005, mund të tregosh atë moment që erdhi Berisha se 2005, 2013 kam qenë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe pa asnjë funksion administrativ dhe jam shumë i lumtur. Jo, pa vajtur aty, se thatë Berisha në 97 në Tropoj. Se është një ngjarje e madhe. Po pra ngjarje. Do të thënë aty fillon edhe ajo që quhet kalvari i vrasjeve në Tropoj. Po sigurisht. Ju ishit në krah Berishës kur ai tha çfarë ndodhi? Mund ta tregoj. Ishte sekretari i Partisë Demokratike të Tropojës. Në Tropoj, po. Po, dhe ishte një miting që ishte para Në cilën datë? Mos ja bëjnë 13 qershori. Se kishte filluar fushata. Kishte filluar fushata me zgjedhjet në fshtat. Zgjedhjet para kohë. Kandidat për deputet ishte. Kush ishte? Azem Hajdari dhe Xhevdet Mehmeti. Edhe Xhevdet Mehmeti. Po, kishin 2 kandidatë. 2 kandidatë. Sepse ishte një zonë e shartuar edhe me Kuksin edhe me. Po, gjithmonë sistemi magjoritar. Po, sistemi magjoritar. Dhe unë e kam marrë zotin Berisha, e kam shmangë çdo lloj përplasje fizike. Po. Nga kush e kishte këtë përplasje? Berisha i di vetë përplasje, i ka shpjeguar Berisha përplasjet. I ka shpjeguar vetë Berisha përplasjet, për të flasim për këto. Berisha duhet të shpjegojë kush e ka marrë ngurore. Pastaj fillon Azgan Haklaj dhe Salil Usha. Edhe Salil Usha. Po, dhe pastaj na bashkangjit dhe Bajram Mustafaj. Që e ka shpjeguar në televizionin tuaj.
Dhe e kemi futur në qytetin Bramçurit, s'ka pas asnjë përplasje, është krijuar nga qyteti Bramçurit, pranë nga Turpoja dhe ka në Tiranë. Unë kam dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në shmangjen e përplasjeve në Turpojë, zotëri. Ndonë se vetë kam kaluar 6 atentate. 6 atentate ju? 6 atentate. Mund të i thoni? 6 atentate. Me i rëndi është eksplozivi në banesën time. Ku është vrarë kushërira ime Shote Haklaj. Shem një palat, zotëri. Një palat. Kati i 3, i 4 dhe i 5 janë bashkuar bashkë. Është akt terrorist mbi Azgan Haklajn dhe familjen e tij. Në cilën ditë ishte kjo? Ka qenë 31 tetor i vitit 2001. Edhe mbas ngjarjes. Mbas kisha dalë nga burgu dhe ishte akti më i rëndë që ka ndodhur. Shumë rëndë. Dhe është vrarë në vend që kushërinë time ta veshja me vellën e nusërisë, se kam veshur me vellën e vdekjes. Shumë rëndë. Dhe në qoftë se Ilir Meta nuk mban përgjegjësi penale, a mban përgjegjësi morale? Sepse akti ka qenë akti më i rëndë që ka ndodhur në qytetin e Bramçurit. Prandaj deputet. Ky është atentati i parë. Po të tjerë. Jo, ky është i fundit. Po mi tregohet të tjerë. Po ka atentati. Jo, mi tregot të 6. Plagos jam armë mes qytetit Bramçurit nga efektivët komisariatit Turpojës. 4 prill 99. 4 prill 99. 99, po. E para. Po, e para. E dyta. Pastaj sulme të tjera njëra pas tjetrës, pastaj kje goditjen me granata që ka reaguar OSB në fushatën e 2003-shit. Pra, janë nisër atentatesh që kanë kulmuar me atentatin e fundit. Ndaj Azgan Haklajt. Pse s'mbajnë atentate sot, zotëri? Kush me ka bërë atentate, zotëri? Qytetarët jo. Dhe unë jam angazhuar maksimalisht për qenë pranë qytetarëve të mi që më kanë dhënë votën. Dhe kam bërë 3 workshope për rrugën Adriatik Alpe. Ja, do vim me të po. Jo, shumë rëndësishme kjo, sepse ka ndalur sot Hekurudha, zotëri, ka 20 vjet që e kërkojmë atë rrugë. Shëngjin Gjakov. Do të pyes me të po, ngelim te Berisha. Pse u prishet me Berisha? Prisha me Berisha, nuk prish Berisha me mua. Pse çfarë tha Berisha? Po prish Berisha me mua, zotëri. Po çfarë bën Berisha? Po çfarë bën Berisha? Po pse kë nuk bëri Berisha deputet pastaj, nuk është thënë o deputet Rashë vdisë, zotëri. Po pra. Berisha s'la komunist pa marr. Sepse Berisha është Katovic. Ti ju besoni Katovic? Absolutisht Katovic. Sot çfarë po bën Berisha? E mori pend Partinë Demokratike? A tha pas shpallës 9 grata nuk do ta përdori si mburoi në betejën? A ja keni thënë personalisht këto Berishës? Absolutisht po. Kur? Ja, unë kam reaguar kundër koalicionit Sali Berishës me Ilir Metën kur e ka bërë koalicionin e parë. Jo, më përpara kësaj ja keni thënë që zoti Berisha mua, cila është arsye pse nuk më vot kandidat? Po ku ka pranuar Berisha të takonte? Po jo, se ka takuar. Ku ka pranuar Berisha të takonte të tri? Berisha nuk ka pas media atëherë. Median kontrollon dhe zoti Berisha. Prandaj sot falenderoj mediat që na japin mundësinë të themi fjalën tonë. Është respekt e minjoj shumë e Dhe kur vendoset që unë me Berishën jam armik tani? Armik politik? Unë nuk jam armik me Berishën. Politik. Edhe herë, Berisha ka probleme me veten e vet. Njeriu që humb paqen me veten, humb paqen edhe me të tjerët. Berisha nuk do bashkëpunëtor. Berisha do mercenar. Ka numra? Po, do mercenar. Ka numra, zoti Haklaj? Do mercenar. Si ka marrë vullin të tri? Ti pas ka numrat. Si ka marrë vullin? Me vendim gjykate? Me vendim gjykate. Ka ndodhë në njëherë që një gjykat e një niveli më të ulët të refuzoj vendimin e një gjykate të një niveli më të lartë që ka ndodhë në Shqipëri? Janë një grup gjyqtarësh, pra një trup gjyqtarësh e gjykatës apelit që ka refuzuar vendimin e gjykatës lartë për gjykim në themel. Edhe moralisht Berisha ka numra. Zotëri, për gjykim në themel, po nuk është Berisha ka numrat. Nuk është moralisht, shteti së drejtës ka ligj, zotëri. Nuk është çështje numrash aty. Ju mlodhet turmat dhe tani ju kaluat me zotin Basha? Unë nuk kalova, Meta isha aty ku isha unë. Unë nuk lëvizja fare. Zoti Basha, betejë vazhdon në gjykatë. I besoni Lulzim Bashës si zoti Haklaj? Përderisa jam me të i besoj. I beson. Do të thonë më shumë i besoni Lulzim Bashës se sa Sali Berishës? Ta shpjegoj. Ne bam ankimim në gjykatën e lartë. Po. Dhe një nga kërkuesit e ankimimit isha unë. Ndonë se kishte një kakofoni, jo mos bëjmë se kemi të drejtë, se kemi të drejtë. Pra kemi kërkuar nga gjykata e lartë. Po. Që të qëndroj vendimit saj për gjykim në themel. Në qoftë se gjyqi bëhet në themel, del një që në dosje
ka disa vepra penale të një grupit strukturuar kriminal. Falsifikim vulash, stampash dhe formularësh. Zotëri, dokumentacioni i një partie vulloset me vullën kombëtare të partisë. Dokumentacioni i asaj dosje që gjyqtarët e ALPL-it ja kanë dhënë vullën Sali Berishës është i vullosur me vullën e degës numër 3 të Tiranës. Formularët pa hyrë pastaj. Okej, këto janë vendimet tuaja, po i vendos gjykata? Jo, këto janë pretendime, zotëri. Gjykata ka vendosur pra, ka dhënë vendim të njëanshëm, të pjesëshëm jo të plot. Është gjykata do ta respektojë. Një minutë. Me vendimin e pjesëshëm që ka dhënë gjykata, ka rrëzuar zgjedhjet, zotëri. Zgjedhjet lokale të 2023-shit. I ka rrëzuar zgjedhjet, ka rrëzuar sistemin hierarkik gjyqësor, kolegjin zgjedhor, KAS-in dhe Komisionin Qendror Zgjedhjeve. Këshilltarë që kanë dalë me vullën e firmën e Ali Bejajt. Të kujt janë tani, zotëri? Pra kemi një përplasje të strukturave të shtetit. Gjykata ka dhënë në pikpyetje sistemin zgjedhor. Jo, okej, po zgjidhja kush është? Zgjidhja është vendimi i gjykatës lartë që s'po jep. Vendimi i gjykatës lartë që s'po. Po zotëri, ka ndodhur zotëri që të mos zbatojë parlamenti vendimet e gjykatës kushtetuese? Gjykata kushtetuese i ka hap listat. Dhe parlamenti përsëri i mbylli listat. Këto quhen votime me bidon, zotëri. Listat e mbyllura janë votime me bidon. Tani, zoti Aklaj, do flisim diçka për vete. Ne bëm andikimin në gjykatën e lartë, po bëm dhe kërkesën në gjykatën e kushtetuese. Jo, se prandaj është Endriasa kryetar. Po 5 parti politike. Kjo është një zgjidhje ligjore. Për të qenë një zgjidhje ligjore për të qenë me program. Tani, a ka mundësi të flisi diçka për vete? Do të thonë, unë thash në fillim kur bëra prezantimin, për vetë se ju jeni një politikan. Thash unë për me. Jo, më lë ta them ju, po familja ju kush është? Familja ime është, kam i burr i martuar, kam 3 fëmijë, familjen e kam azil politik për shkak të atentateve të shumta. Ai kanë azil? Absolutisht. Për shkak të cilin vit kanë ikur? Në vitin 2016, kur më është bërë një përplasje tjetër me makinë. Kur po ktheheshim nga festivali Këngës së Vallës Çavën Sarand, familja ime. Po ku jeton familja? Në Francë. Jeton në Francë? Në Francë jeton familja ime. Ati është me vendim gjykate, azil? Me vendim gjykate, zotëri. Për shkak të ngjarjeve të rënda që i kanë shkaktuar familjes. Po ju jetoni në Tiranë? Unë jetoj në Tiranë. Dhe ata atje? Po. Po shkoni atje, besoj shpesh? Sigurisht. Ata kanë marrë në shtetësinë franceze? Po, presin të marrë. Kanë marrë azil politik edhe... Kanë marrë azil politik, bashkëshortja edhe fëmijët. Fëmijët besoj janë rritur. Pa, vazhdojnë studimet. Ke studentët? Në përkujdesje të veçantë të shtetit të lirisë, demokracisë dhe shtetit të djepit të rrugëtonit. Vjen shumë keq që pas ka kaluar dhe familja këtë kalvar shumë të... Si e ka përjetuar familja gjithë të përplasje që ju keni pasur? Po si e ka përjetuar familja? Zotëri, në raportet e bashkimit, në raportet e institucioneve ndërkombëtare, thuhet, vajza e Azgan Haklajt ka frikë të luaj me Arushin. Sepse policia 3 vjeç e pak muaj e ka qelluar me shqelëm nga korridori dhe e ka hedhë në kuzhinë, zotëri. Policia e Lirmetës. Ma më të shmend fare këto. Po zotëri, pyeti gazetarët, Poli Hoxhën, Arton Hoxhën, pyeti zotëri, pyeti. Nuk po të kundërshtoj. Zotëri, kanë hyrë... Zoti Akla, nuk po të kundërshtoj, nuk është ingjeri Pjetar Arpnori. Ka qelluar fëmijën tuaj me shqelëm. Me shqelëm, zotëri, edhe e kanë hedhë në kuzhinë. Kjo është kështu, më thaj, kjo është... Kjo është akti me turpshëm. Po mirë, nuk e gjete kush e bëri? Kush e bëri? Po e tha Berisha të t'i gjaj, pëse nuk i gjeti Berisha kur e në pushtet? Po nuk i gjeti ata, po largoj Azgan Haklaj. Berisha u betue, u sërbetue. Dhe ofertën për takim më ka bërë Ilir Meta mua nëpërmjet Luftar Malis. E pse ka takuar Ilir Meta? Ka kërkuar të më takoj. E takove? Asnjëherë. Refuzim i takimit tim me Ilir Metën. Dhe doli edhe Berisha, Edi Paloka në konferencë për shtyp, shif dokumentet të tri. Azgan Haklaj as nuk blihet, as nuk shitet. Dhe tani u blej Berisha. Nga Meta dhe Meta bleu Berishën. Pse? Sepse i bashkon Gjiri Derave, Gjiri Lalcit. Gjiri Derave? Gjiri Derave, në Kub? Po Gjiri Derave, Gjiri Lalcit. Ky i bashkon. Pra në vend si ti gjend dhe Berisha, largoj Azgan Haklajn. Tani, zoti Aklaj, ju jeni diplomuar për? Unë kam studiuar për ekonomi, financë, jam kualifikuar për... Në cilin universitet? Në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Në cilin vit? Në vitet 87-92,
Kam Që studiuar... studenti dhjetorit. Po, studenti dhjetorit nuk kam pas kontributën në studenti dhjetorit. Po pse? Pas kam patur në kontribut, se s'kam qenë atër studenti dhjetorit. A keni qenë shkolla atë? Po kam qenë 2 vite ditën dhe pastaj kam vazhduar me korrespondencë. Po, me korrespondencë. Jam kualifikuar për koreografi në Institutin e Lartë Kulturës. Këtë më trego pak, këtë aktivitetin tuaj më i bukur, tani mbetemi pak. Në Institutin e Lartë Kulturës Popullore, jam diplomuar për drejtësi dhe kam mbrojtur masterin shkencor me temën Vështrim analitik historik rreth shtetkomit shqiptar në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës. Në Strugë. Vështrim analitik historik rreth shtetkomit shqiptar. Më trego pak për këtë aktivitetin kulturor, sepse aty është një gjë shumë e bukur. Unë kur kam parë ato vallet, ato gjithë atë folkun që keni ju si produksion, me vërtet jam mrekulluar. Unë nuk ose e njoh shumë atë folklor të asaj zone, po kur kam dëgjuar ato dhe më ka ardhur aq mirë pasaj që edhe ajo Kësimi Tropojës është pjesë e UNESCO-s, edhe di që ju keni kontributi jashtëzakonshëm. Unë rrjedh nga një familje e përsekutuar, nga nëna dhe nga babai. Po çfarë vuajtjesh kanë pasur? Vllai nënës ka qenë i dënuar 14 vjet burg, agitacion e propagandë e sabotim në ekonomi. Po çfarë ka bërë ai? Asgjë s'ka bërë. Por babai i tij ka qenë kulak. Ai kanë marrë pasurinë me komunistët me forcë, pastaj ka paguar dhe faturën e dënimit. Ka sa të fusin në për ato. Të vllajt të nënës time. Po. Dhe un kam lindur valltar, kërcimtar. Në ç'kuptim? Po ta shpjegoj. E kishe në gen? Po e kisha në gen. Pasi kam marrë gjimnazin, kam konkuruar. Gjimnazin aty në Brendësu? Po, në Akademinë e Arteve. Dhe gjimnazin e kam vazhduar nga Gashi, Kërnaja, në Bajramçur, në Këmbë. Do të jeni nga fshati Gash? Po, Gashi i Gurit. Aty keni lindur dhe rritur? Po, aty kam lindur. Dhe sa larg e kishte shkollë, do të thonë 12 kilometra. 12 kilometra bëni për ditë vajtë ardhe? Po. Sa është 12 kilometra në Këmbë? 12 kilometra, e gjysmën e rrugë se bëni me autobus nga Saputi, një fshat, 7 pjesën tjetër në Këmbë. Po, do të thonë gjimnazin e bën kështu. Po, dhe kam ngjitur mesatar 9.5 4 viteve. Dhe për arsye biografike nuk ta dhanë, ëh? Nuk më dhanë, dhe pastaj era me vonesë dhe konkurrova në Akademinë e Arteve. Përsëri për arsye biografike. Në cilin vit? Në vitin 80. Nuk ta dhanë. Nuk ma dhanë. Nuk ta dhanë. Po 80. Pas ka betur peng. 86. Pastaj bëra një vit shkollë në Institutin e Lartë Kulturës Popullore. Ai që ishte si kurs. Dega koreografi, po ishte kurs kualifikimi. Dhe pastaj konkurrova prapë. Kë kisha aty profesor ose kështu instruktor? Kisha Enver Birkën. Po, pas ka qenë me fat. Kisha Agronalin. Pas ka qenë me fat. Angel Tëshanën. Bëja Elvin. Dhe pastaj konkurova prapë s'ma dhanë për biografi, pastaj pas ju zbut lufta klasëve, vazhdova studimet në ekonomik. Dhe pasionin nuk e lash. Tani, si u angazhove tani? Në 30 vjetorin e Universitetit Shtetëror, ka qenë vitin 1987, me angazhohen përsëri në ansamblin e Universitetit Shtetëror. Po, se kishte aktivitete i organizon të vetë, student. Kishte. Kështu që pasioni im vazhdoi. Aty borën e vlerësim? Po, sigurisht. Çfarë të thanë? Absolutisht isha më i mirë. Çfarë kërceva aty? Mund të kujtoj? Kërceva me partnere kam patur Milena Selimin, vajzën e Skënder Selimit. Një nga balet bajesët më të mirë studius. Po? I ndjerë është tani se ka vdekur. Jo, dhe kush ishte vallja që kërceve? Çfarë? Vallja e Tropojës. Kësimi Tropojës? Kësimi Tropojës. Kësimi Tropojës. Po të kisha këtu Azgan Naklaj hapësirë ose mundësi, po ti thosh aty tregjici vër pak muzikë të kërcej pak Azgani se unë dhe koreografi i asaj vallje ishte Panajot Kanaçi. Ke qenë me fat që ke punuar me ata. Pra ishte Panajot Kanaçi. Pastaj unë kam patur një aktivitet të dendur që fola për Sofrin Dardan në Tropoj. Mirë po, ajo që t'intereson ti që është interesant është në vitin 2002, në festivalin Dancit Botror, me ansamblin Dardania të Tropojës, duke qenë dhe deputet, kam kërcyer në festivalin e Dancit Botror në Izrael. Dhe ansambli Dardania të Tropojës dhe unë Azgan Haklaj jam nderuar me çmimin e parë. Bravo, në ka nderuar Azgan Haklaj. Dhe kemi parë dhe binjakëzimin e bashkisë së Bajramçurit me bashkinë e Druzëve në Izrael. Gjithashtu kam marrë vendin e parë në festivalin e Ballkanik në Selanik, në vitin 2003. Por të kthyer pastaj në 96-ën kur bën festivali folklorik në Berat. Se u bë një vit në Berat. Po, edhe aty kam marrë vendin e parë bashkë me ansamblin Dardania të Tropojës. Kam qenë pjesë në gjitha festivalet folklorike, pothuajse në të gjitha. Dhe
s'kam hequr dorë asnjëherë. Nga e kishe në një gjë nga të trashëguar nga prindrit këtë të vallëzimit? Jo, po kishim ne koreografin Skënder Haklaj që në nxiti të... Jo, flas, prindrit, gjysha ose të afër kishe? Ja, kishe. Nuk kishe. Skënder Haklaj ishte mësuesi i parë, Deli Metalia dhe Turpoja ka 6 balet maestra të shkëlqyer. Kush janë ta? Po, Skënder Haklaj, Deli Metalia, Shaqir Ceci Ngjeri, Diana Ferizi, Nafie Ferizi, Diana Mala, pra të gjithë janë këta janë balet maestra, regjizor. Si e mori UNESCO? Si kaloi në UNESCO Gëzimi i Tropojës? Regjizor, balet maestra. Gëzimi i Tropojës shkoi në UNESCO, unë kam qenë për ta titulluar ndryshe. Se si duhet? Fjala Tropojë është fjalë slave, zotëri. Gëzimi i vendit është quajtur. Si gëzimi? Gëzimi i vendit apo vendçe. Vendçe i themi në jug. Po gëzim, po për vendçe. Po mirë, gëzimi i Tropojës është identitare. Jo, gëzimi i vendit në Klapa Tropojë. Fjala Tropojë është slave, zotëri. Po si duhet ishte? Tropojë me çfarë ta zvendësosh? Gëzimi i vendit në Klapa Tropojë. Jo, slave, po me çfarë ta zvendësosh? Gëzimi i vendit në Klapa Tropojë. S'më kuptove. Gëzimi i Tropojës, lere, gëzimi i Tropojës e identitet. Gëzimi i Tropojës, fjala Tropojë është fjalë slave, zotëri. Tani si mirë, edhe çfarë voda ime slave. Du të heqësh dhe një nga angazhimet e mia është që se fiton mandatin. Unioni Artistik, po absolutisht. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar që drejtoj, Akademia Rëndëve që ndryshojnë emrat slave. Po të ndryshojnë të gjitha të bënimet. I ka heqë me aksion. Shtrëngoi dorën. Ka patur një tentativë. Në vitet 30, po. Ka patur një tentativë në vitet 30. Po pse s'u bë? Se ne kemi biseduar, po s'ka pa, atëherë ka qenë një dëshirë. Nuk ka patur argumente shkencore. Jo, ajo unë kam parë dokumenta të shkruar, zotë, dhe lista. Po ka pasur. Çfarë vot bëhe ujë bardh diçka ti, ujë mbret. Ta shpjegoj tani për Malqinë Gjakovës, pse do ta nisim nga unë kam bërë kërkesë bashkisë së Tropojës, që ta heqë emrin, ta fusë në vendim Këshilli Bashkiak. Dhe janë 61 personalitetet që kanë firmosur. Aty është Bashkia Tropojës apo e Barem Curti? Bashkia Tropojës tani, sepse është bashkia e madhe. Bashkia Barem Curti. Emri Barem Curti tani ç'a? Ka vlerë? Emri Barem Curti është vetëm i qytetit. Vetëm i qytetit, po e ka duhet të thënë. Po sigurisht ka vlerë. Barem Curti është tribuni. Po jo, se njësi tani qyteti s'ka gjë. Quhet njësia administrative Tropoj. Janë disa komuna dhe tani të gjitha janë bërë bashkë. Dhe ju doni të ndryshoni emrin? Po sigurisht. Çfarë do vendosni? Sigurisht Malqia Gjakovës. Dardani Alpine kanë qenë, Dardani Alpine ose Malqia Gjakovës. Të shpjegoj, shkëlqyesh se ti je shkencëtar. Në kësaj fushë. Prandaj më pëlqen debati me ti. Në vitin 1913, Konti Bertolt thot, u detyruam të marrim një vendim të dhimbshëm, të ndajmë Gjakovën nga malësia saj për të shpëtuar Shkodrën nga synimet aneksioniste të Malit Zi. E thash qartë, Shkoqo? Fiks. Pra, e ndam Gjakovën nga malësia saj. Dhe Tropoja e sotme ka qenë e banuar nga Ilirë Dardanët. Në gjysmë e në përëndim ishin Ilirë, në gjysmë e në lindje ishin Dardanët. Ajo është quajtur Dardania Alpine. Dhe pastaj është quajtur malësia Gjakovës, sepse në organizimin që kanë bërë, se s'po hin histori gjatë, po i bie shkurt. Në organizimin që kanë bërë pas reformave të Tanzimatit, ku shqiptarët u ndanë në 4 vilajete, Tropoja, malësia Gjakovës kaloi me Kazan e Gjakovës, me Nahin e Gjakovës, me Kazan e Pes, me vilajetën e Kosovës. Këto janë dokumenta arkivore. Dhe si e ke iden për ta ndryshuar? Malësia Gjakovës. Do thënë bashkia e Malësia Gjakovës. Dhe bashkimi bëhet pa pushk. S'ke nevojë të shkrepesh pushk, zotëri. Bashkimi është shpirtëror. Dhe këtë kam bërë unë. Bashkimin... Po ajo zonë aty kanë nxjerrë goxha figura. Sigurisht. Se përveç Sali Berishës, që ti s'ke shumë dëshirë, aty është origjina dhe Rami Zalis. Sigurisht. Aty është Atifete Jaga. Aty është edhe Hasan Prishtina. Mendjet e kthjellta vinë nga malet e larta, thotë Tolstoi i madh. Në provinca vdesin gjeni, në qytete lindin talente. Malësia Gjakovës... Sa e bukur kjo. Malësia Gjakovës për 2 shekuj ka qenë kryefjalë e kallëzues i qendresës shqiptare, zotëri. Qit nga kryengritjet e Tanzimatit. Për shkuar dhe pak më ndaj. 3000 luftëtar kanë qenë nën komandën e Pjetër Bogdanit. Në vitin 1690. 3000 luftëtar. Ka patur një marrëveshje Pjetër Bogdani me Leopoldin, kancelarin e Austrisë, e vdes dhe marrëveshja. E din këtë apo s'e din? Dhe pastaj kemi 845-ën. Se s'kemi më shumë kohë. Kemi kryengritjet në jug, Trapo Kalit.
Po Aliut kemi kryengritjet në Maqedoni dhe kemi kryengritjet e udhëhequra nga Binakalia. Cili është vendi i Sali Berishës në histori? Prit ta shpjegoj se the kështu. The kanë gjithë burra. Po veçoj vetëm njëri. Kë? Binakalin. Binakalia ishte interpret i kanunit, që është kushtetuta e parë pan-shqiptare, e hartuar nga një rilindas i jurisprudencës, që nuk ishte një njeri i paditur, Lek Dukagjini, me 1263 nene. Është kushtetuta e parë pan-shqiptare, pan-balkanike, pan-evropiane. Ja, kjo njët. Po njët, pra, kur ende nuk qeverisje Parisi, as... Nuk ishte... Kishte një regulator, pra kishte një formë qeverisje. Dhe interpreti këtij kanuni është Binakalia. Dhe çfarë thuhet për të postulati? Me masha, paraqitjen, e kesha Perëndin. Me masha veshjen, e kesha Terezin. Me masha mendjen, e kesha Binakalin. Tani Binakalia bënte interpretimin dhe Shpenzë Cirhakla i Shtërgjyshim bënte pajtimin. Ka gjakmarrje sot në... Po një nga drejtuesit e formacioneve ushtarake të Gashtit në lidhjen shqiptarit prezidentit ishte Shtërgjyshim Shpenzë Cirhaklaj. Paska aty ti... Dhe genet i paska aty. Dhe ta shpjegoj. Në vitin 1910 në kryengritjen e parë të shqiptarëve, që u quajtë revolucioni i parë John Turk i shqiptarëve, kundër John Turkëve, anti John Turkëve, sepse shqiptarët e mbështetën revolucionin John Turk me shpresën se të paktën do gjejnë vetveten. Dhe pastaj u përplasin me Xhevit Pashën. Të lutem bjeri pak shkurta se kaluam... Xhevit Pasha ishte kryeministi që erdhi me ekspeditën ndeshkimore. U bë kuvendit e vetë të Luks dhe u bë kryengritja e parë. 910-ën. Të premtoj që do... Dhe vdiq ura Man Arif Haklaje, kushëriri i parë dëshmorja dheut. Do të ftoj... Dhe në 1908-ën Zmail Plak Haklaj. Pra kam disa dëshmor, s'ka vend në Kosovë që nuk vendosin tuf me lullë. Kthehem. Pyetja ime, cili është vendi i Sali Berishës në histori? Vendi i Sali Berishës kanë gjetur Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotëri. Në Tropoj, nuk je krenar që ajo treva ty kanë nxjerrë një president dhe një kryeministër si Sali Berisha dhe një njeri që ka bërë epok. Ju keni bërë një libër shumë të mirë, që ne kam lexuar, kam qenë në ceremoninë. Dhe kur foli për Sali Berishën ishte e zbet aktiviteti. Foli presidenti Bamir Topi, po çfarë ti thua Sali Berishës? Zotëri, shqiptarët nga vijon thonë ka një institucionin kryesore, kanë Lahutën dhe Çiftelin. Lahutën na ka marrë Serbia, për pafësi. Ajo është turpe. Për pafësinë e Ministrisë së Kulturës në rastin më të mirë. Është turpe. Dhe nuk është marrë Lahutë, sepse ajo është varianti i fundit. Lahuta është më e hershme dhe Çiftelia. Çiftelia ka dy tela. Shqiptarët duhet të bien Çiftelit në akord. Njëri tel shqiptarçe, tjetrit amerikançe. Nëse hum akordin amerikan, të ka hum rruga në abort të shtëpisë. Berisha e ka humbur rrugën. Po e kemi pasur president dy herë? A kemi pasur president dy herë. E kemi pasur kryeminist dy herë? Po na ka zgjënjur. Do 2 mandate. Na ka zgjënjur zotëri. Ai thotë sot e kam për ju. Hallën e vet personal. Partinë Demokratike do ta marrë zvarr. Bashkëpunimin e UID-n e ka me Edi Ramën. Bashkëpunimin e UID-n e ka me... Bashkëpunim s'ka me Edi Ramën. Bashkëpunimin e ka... Bashkëpunimin me Edi Ramën. Do ta vërtetojmë këtë si bashkëpunim? Me pak fjalë. Si? Tha luftë kundër korrupsionit. Thotë dhe sot. Ai ka bashkuar votat për amnestinë penale? Kundër SPAK-ut, ai ka bashkuar? Kryetari i SPAK-ut ka deklaruar në parlament që janë liruar mbi 100 veta të dënuar nga SPAK-u dhe GKK-ja. Jo, kjo dihet kjo? Dihet. Ai ka dështuar reformën e drejtësi? Më fal, reformën zgjedhore? Ai ka mbyll listat? Pse ka frikë Berisha nga lista e hapur? Pse ka frikë Edi Rama nga lista e hapur? Tani ne, Demokratët Euroatlantik, kemi trekëndshën e Bermudës përpara, kemi një qeveri nudo në formë e nudo në përmbajtje. Ka 12 vjet. Po nudo në formë, sepse Rama tha, futën e klikoni Edi Rama nudo, dhe nudo në përmbajtje. Në përmbajtje si, nudo po e lidhet lakurisë para popullit SPAK-u. Dhe ne mbështesim pa asnjë ekuivok SPAK-un. Ti shkojmë deri në fund. Berisha, për amnisti, Berisha e dështoi reformën zgjedhore, sepse duhet shkonte
Ka shkatruar institucionin e votës lirë, zotëri. Në vitin 2009, i ka bërë atentat me ujdinë e Ramës. Kjo ujdi është kthyer. Ndryshimin e Sot, sot, ja të kushtetues. Parlamenti është zonë krimi. Qeveria është zonë krimi. 30 kryetarë bashkish e kanë bashkinë zonë krimi. Dhe ne kërkojmë nga sovrani të na vot besoj për të rrëzuar sistemin. Si del zgjedhjet? Si del rezultati? Për të rrëzuar sistemin. Pra kjo ne kërkojmë rrëzimin e sistemit. Zotëri, 12 kandidat. Te Edi Ramës. Sali Berisha. 12 kandidat Sali Berisha. E 28 te Edi Ramës. Janë nën akuzë, janë nën hetim s'pak. A e pave atë prokurorin që kërkuan 15 vite të përjashtohet nga drejtësia. Ndërkohë, po kandidon. Pra ka një betejë të drejtësisë me politikën dhe euroatlantikët janë në krah drejtësisë për të mundur. Si del rezultati 11 vot? Spektakolar. Si? Parashikim se këtë do ta katoj këtë, do ta presve. Ata e din shumë mirë, edhe Berisha, edhe Rama. Si del rezultati? Kush fiton? Asnjëri si merr 70 mandate. Asnjëri si merr 70. Asnjëri si merr 70. Atëherë pyetja ime është, nëse do kërkojnë mandatin tënd, e presupozojmë që ju fitoni mandat. Ti do kalosh me PS, do të bashkosh koalicion apo me PD? Absolutisht. Absolutisht. Unë as me PS as me PD. Po se do kalojmë prapë zgjedhje? Absolutisht. Prapë zgjedhje? Unë fjala ime është zgjedhje, sepse këto nuk janë zgjedhje. Kjo është një zgjedhje. Ku ka zgjedhje bashkëpunim me krimin, zotëri? Zotëri, ku ka zgjedhje bashkëpunim me krimin? Mandati i Edi Ramës sot është i paligjshëm, zotëri. I tetë Durrës. Ai është i paligjshëm sepse njeriu që i ka siguruar votat është në burg. Sa mandate janë paligjshme në Elbasan, sa mandate të paligjshme janë në Shkodër, sa mandate të paligjshme janë në Dibër. Pra pasi Spaku goditi hambarët e krimit që i prodhonin në pushtet Ramës e Berishës, bën ujdin bashkë. Dhe në qoftë se voton Sali Berishën, ke nxjerr nga burgu Ilir Metën. Në qoftë se voton Sali Berishën, ke votuar Edi Ramën. Në qoftë se voton Edi Ramën, ke votuar Sali Berishën. 30 sekonda deri në 1 minutë te kamera këtu, një thirrje për elektoratin tuaj, pse tu votojnë juve? Unë i bëj thirrje elektoratit, sovranit, të votojnë koalicionin Euro-Atlantik. Ne jemi zgjidhja. Ne kemi kandidatët më të mirë, më të përkushtuar me profesionalizëm të lartë, me profesionalizëm të lartë, me moral të lartë. Asnjë kandidat i joni nuk ka probleme me ligjin. Të gjithë, a i keni parë kandidatët e atyre, të gjithë kanë probleme me ligjin. Pra janë kandidatët më të mirë, të spikatur, të fushave ndryshme. Ne kemi program ekonomik, ata s'kan program ekonomik. Ne kemi doktrinë politike, ata s'kan doktrinë politike. Ne kërkojmë votim politikanëve, ne kërkojmë institucionalizimin e votës lirë, ne kërkojmë që politika të pastrohet me vetim të politikanëve. Siç bëhet vetingu për policinë, siç bëhet vetingu në drejtësi, të bëhet vetingu në politikë. Pra, qëllimi jonë është pastrimi i politikës shqiptare nga bashkëpunimi me krimin. Deklaratat e fundit të kryetarit të Spakut, Altin Dumani në Parlamentin e Shqipërisë, se krimi organizuar, politika dhe biznesi janë simbiozë, janë deklarata tronditse, çka do të thotë që sot më shumë se kur shqiptarët duhet të mendojnë kujt do t'japin votën. Ne kërkojmë votën për koalicionin Euro-Atlantik. Votoni numrin 4. Votoni Asgan Haklën. Zoti Haklaj, unë të falenderoj, ne do kishim akoma shumë, po minutazhi është i kufizuar, madje kemi kaluar kohën, por unë do të ftoj dhe herë të tjera, mbas zgjedhjeve, sigurisht do jesh i ftuar në emisionin tim, dhe unë ju uroj suksese në 11 maj. Unë, zotëri, jam në dispozicion të medias, edhe në dispozicionin tënd sa herë të kërkoni, do të jem, dhe me transparencën më të madhe. Unë në momentin që përgënjeshtrohem, nuk shkoj me në studio. Sot shqiptarët kanë nevojë për të vërtetë. Të falenderoj, zoti Haklaj. Shumë falenderoj. Të nderuar televizionistë, do të një bisedë me zotin Asgan Haklaj, kandidat i koalicionit Euro-Atlantik në qarkun e Tiranës. Nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.